kur jeni rrit këto përjetime, sidomos të periudhës së luftës, që i ka pas akoma më të kur jemi bo ma të vetëdijshëm që, do më thonë, se atëherë gjatë luftës kemi qenë relativisht të vegjël, do të thotë kur kemi qenë të vetëdijshëm për me nisë rrugtimin tonë si mjek, ajna ka të regu që kam i pas, do më thonë, edhe të mirat edhe të këqijat profesioni, ku në rol të parë duhet na si mjek me mëndu për sigurinë edhe për atë përkushtimin ndaj pacientit e pastaj për, do më thonë, nevojat personale. Në mungesë të babait, ka qenë nana ajo që i janë shtuar, po themi përgjithësit, ose për të bërë të dyja rolet? E vërtet. Tashte, i kom pas dy role, rolin e babit dhe spjegova. Roli i nanës, do më thonë i mamit, në rolin e vetë, do të thotë për më na rrit neve sa ma dinjitetshëm edhe më na eduku sa ma mirë, ajo ka bo një sakrifis shumë të madhe, do të thotë e kalon profesionin e vetë si laborante, e kalon punën e saj në spital ku ka qenë të punu, për me qenë sa ma ofër neve dhe me në përkushtu total, do më thonë kanë qenë dy frymat të ndryshme që më rrit mes profesionistit shëndetësor që kanë ndjekë rrugtimin e vetë profesional, edhe nana që është kujdes për neve.